Mirë mbrëma, sonte në pikë është agrondemi. Agrondemi është bibliofil. Është një njeri I cili poston në mënyrë të rituale çdo 3-4 muaj listën e librave të cilat I ka marrë për me lexu. Kur hyn në librari është nuk është shumë I gëzuar sepse blen më shumë libra se çka kapacitet financiar, dhe kur del nga libraria është po ashtu pak I trisht sepse donte të blinte edhe më shumë se që kishte mundësi. Gjithsesi ka më shumë libra për të lexuar se sa që ka kohë në këtë pjesë të jetës. Ka jetë gjatë përpara, kështu që do të lexoj shumë libra, mirë se vjen agron. Faleminderit ndjenjë nderuar që më ka thirrë ndër të parë në këtë nismë tuaj të re. Deshta ta filloj me një postim tëndin, sepse e fillu me libra, po librat do të kyçen më vonë, posaçërisht këto të cilat I kemi lexuar së bashku vite më parë, Darren Acemoglu dhe James Robinson, që kanë qenë domethënë Darren Acemoglu është fituesi I çmimit Nobel vitin e kaluar. Domethënë flasim për njerëz të cilët I kanë hyrë shkencave sociale nga një aspekt I shumë interesant ekonomik. Por po filloj me një postim tëndin të vitit të kaluar, më sa mbaj mend, I cili më duket metaforik si një rrjedh e kësaj bisede. Është momenti kur ti ngrihesh në mëngjes, është çdo mëngjes I këtyre muajve të fundit është mëngjes I ndotur. Prishtina është ndër 10 vendet më të ndotura në botë. Ndodh ndonjë javë tjetë. Edhe atë ditë ndodh kjo, ti e çon vajzën tënde në shkollë, hypni në transport, mbërrini te shkolla. Para shkollës është një xhip I zi I cili pengon që të hyni, dikush që ka një përparësi për ta çu fëmin e vet me targa zyrtare dhe ti largohesh nga aty me këmbën tënde të thyer, të cilën është dashur ta trajtosh në një spital privat, sepse nuk ka pasur mundësi ta bësh në spitalin shtetëror, në institucionet publike të shëndetit. Kjo analizë, ky postim I referohet ish-drejtorit të Institutit GAP, I cili ka bërë analiza shoqërore në institut me nam, ende përmendesh si drejtori I institutit, sepse ka kohë që je largu nga aty, dhe Institutit Atlas, I cili është I sapo formuar drejtori të cilit je, dhe I cili analizon shëndetin publik, gjithsesi ndotjen dhe pasojat e tij. Kjo më duket, ky rrëfim I yti me vajzën tënde, më duket si metaforë e analizës shoqërore, sepse kemi të bëjmë me një qytet I cili po zhvillohet kundër dinjitetit të qytetarit. Është një problem I ndotjes, të cilën ti po ja trashëgon vajzës tënde, gjenerata jote po ja jep vajzës tënde. Një pavarazi në shtetin, sepse ti je ai që vjen me transport publik, dikush tjetër vjen me xhep zyrtar dhe e çon fëmin aty. Një sistem shkollor ti po e dorëzon fëmin tënd në shkollë, por çdo analizë jote ja tregon se rezultatet e asaj shkolle nuk do të jenë të mira për vajzën tënde. Dhe një sistem shëndetësor në të cilin ti duhet shkosh në institucion privat, sepse nuk ka mundësi që të trajtohesh në institucion shëndetësor publik. Çfarë është kjo Kosovë? Faleminderit anëherë vetëm për ftesën edhe për këtë hyrje, po mendoj unë shkruaj shumë në mediat sociale për senet që më pengojnë mua personalisht edhe prej kohës kur jam bab. Këto sfida janë rritë edhe ma shumë, siç e përmende, për shkak se ne ndoshta edhe jem adaptu në këtë rreth, por nuk do doja që edhe vajza ime të rritet me një ambient ku mënyrën që jam rrit unë, ju edhe gjenerata të tjera, sidomos në rrethin e Prishtinës. Prandaj unë ka kohë që jam largu prej institutit GAP, aty e kom pas tamam profesion, me Atlas Institut kem fillu më pak se një muaj,
Edhe kjo është bo ma shumë për shkak të problemeve që i përmende edhe jo, e që përna prekin gjithve, edhe pse nuk jam as pulmologas njohës i miri i mjedisit apo grimtave PM10 e PM2.5, po kum hy me i ledzu të gjitha për me pa edhe për me shpjegu në mënyrë shkencore këto që vetëm ne po e ndjejmë. Edhe është frustruese kur dikush që pagun taksa rregullisht si koron, nuk mundet me çuas vajzën në shkollë publike për shkak se sistemi i edukimit atje nuk është në gjendjen e duhur. Nuk mund as më shëru në spital privat, dhe do të prej xhepit me pagu në spital publik, do të me pagu prej xhepit në spitalet private, për shkak se lista pritjeve sidomos në ortopedi është me vitet tana. E kam një miq që ka regjistru ose është fut në listë pritjes që nga viti 2019 dhe ende nuk e kanë ftu. Për fat edhe ai e ka kry në spitale private, po nëse do të pritte edhe nuk do të kishte mundësi financiare, do të priste ende për me shëru gjurin që ka dëmtu në ndërtimtari. Edhe pastaj kur përballesh me gjithë këto probleme, edhe shet dikush që është i mbyllur me xhipa të zi, edhe nuk i vren as gropat e rrugës, as nuk e vren ndotjen. Edhe vjen hyn paren, lën fëmijën në shkollë, edhe kthehet edhe dalin e presin, gjithë sikur në ato sistemet e vjetra komuniste. Është kogja ma shumë frustruese. Tash nga njëherë nalëm me javë tëna nuk publikoj për shkak se duket sikur vetëm po ndjell i zi. Po prap nuk mundem pa shpreh atë. Edhe problemi është qysh me nxjerr tash prej identifikimit problemit, se krejt pëdim që është problemi, po qysh me dal tek zgjidhjet. Edhe me Atlas Institut po mundohemi sa më shumë që me krijuve dijen tek qytetarët se ç'kjo është problem, dhe po më vjen mirë që për këta më pak se 1 muaj ne jemi thirrur shumë për media për me dal, me pasqyru këto, për shkak se problemi ka ekzistuar gjithë. Madje më kujtohet e pa ta gjetë një artikull të rilindjes viteve 70 ku ankoheshin për ndotje të mjedisit për shkak të aktiviteteve të termocentraleve, po tash problemi është edhe më i rëndë, për shkak se janë vjetruar termocentralet, veturat që janë më të vjetrat në Evropë. Edhe problemi tjetër është zhurma. Ne jemi mësuar po një studim i Agjencisë Evropiane për mbrojtje të mjedisit tregon që zhurma tek fëmijët ka pasoja shumë të rënda, sa i përket mungesës së koncentrimit, smundjeve tjera, mungesës nxënjes, smundjeve pulmologjike, edhe që do duhet ne si prind, si mësimdhën, si shoqëri të trajtojnë sa më parë. Ti je i lindur në vitin 1982, unë atëherë dikund pak më vonë kam filluar karrierën time profesionale si gazetar, dhe ndër shkrimet e para që i kam bë atëherë ka qenë puna e ndotjes. Kështu që kanë kaluar 40 e sa vjet. Dhe problemi të cilën unë kam pas atëherë është një problem të cilën e gjej të ilustruar, ose në këtë bisedë e gjej të ilustruar me vazhdimin e rrëfimit tënd me vajzën, kur e merr ti vajzën prej shkollës dhe don me hyrë në një kafe, për të pirë një kafe në një lokal publik dhe nuk mundesh me hyrë sepse aty pihet duhani. Një shoqëri në të cilën shteti nuk mundet me ndal duhanin, si pret ti që do ta ndal ndotjen tjetër, domethënë ndotjen e termocentraleve. Nëse ti s'mund ta ndalësh duhanin që ke ndotje të drejt për drejt aty, si do ta bësh me termocentralin? Problemi i zbatimit të ligjit tek ne është gjithë ka qenë selektiv. Dikush është dënu sa më afër që ka pas vrimtarinë afër institucioneve shtetërore, por tjerët kanë shpëtuar, edhe kjo pastaj nëse një lokal ndalon pirjen e duhanit edhe tjetri jo, natyrisht edhe kjo ka me leju pirjen e duhanit për shkak se konsumatorët i shkojnë tek kojshia apo e hub fitimin. Nëse do të kishte një zbatim të një trajtshëm të ligjit, shumë shpejt do ndale, për shkak se edhe Tirana e ka fillu zbatimin e ligjit për ndalimin e duhanit në hapësira të mbyllura shumë më vonë se ne. Dhe më kujtohet kur këtu merrej më seriozisht, në Tiranë pihej gjithka. Tash është e kundërta, dhe sidomos në Tiranë nuk mundesh me pi në hapësira të brendshme, kurse këtu lejohet gjithkund. Unë prapë mendoj që është ma problem me ndalën duhanin, për shkak se kur ka më shumë inspektorë dhe më shumë pika se sa ndotjen, për shkak se
burimet e ndotjes janë të ditura tashme, edhe mund bëhen me politikat mëdha, qoftë duke vendosur filterat në 2-3 centralet, edhe pse janë vendosur në Kosovën A. Po tash ndotja është shumë më e lartë prej Kosovës B sesa prej Kosovës A, edhe pse B-ja është më e re. Po tash të i shiku dhënat e ndotjes në nivel vendi, del që mesatare vjetore pika me ndotse ku ma të tajri është këtu të rilindja. Që do të thotë që transporti është ka shkakton një ndotje shumë të madhe. Për shkak që përmenda veturave të vjetra edhe mbi 88% e tyre janë me diesel. Mu po më duket që këto janë domethënë kjo është maja e icebergut. Edhe indikatorët e ndotjes, indikatorët e mungesës rezultateve në shkollim, indikatorët e trafikut të parregulluar, indikatorët e rritjes së pa planifikuar të Prishtinës, janë në mas të madhe indikator të cilat i përkasin botës së tretë, ose asaj që ne dim ta quajmë botë e tretë. Dhe javën e kaluar, herën e kaluar ishim bisedë me Enver Obellin dhe fillova me te bisedën për 2 Kosova, një Kosovë e cila gjendet këtu, një Kosovë e tërë me populatë e cila gjendet në Evropë, dhe bashkëjetesa këtyre 2 Kosova nuk mund të jetë aq kundërthanëse, nuk mund të jetë më kundërthanëse se kaq, sepse në 2 orë distancë kemi të bëjmë gati me, domethënë, me nivele aziatike të ndotjes, po flasim për nivele të qyteteve të Indisë. Kemi të bëjmë me rezultate të arsimit të nivelit të vendeve të pazhvilluara, dhe kemi të bëjmë me problemet këtilla, infrastrukturore, ndërsa 2 orë fluturim tutje jetojmë në Zvicër, jetojmë në Gjermani, jetojmë në vendet rregulluara. Problemi themelor të cilën unë po e gjej është se Kosova ende nuk po mrin të jetë shtet social në konceptin e vjetër qysh prej Bismarckut, domethënë ashtu siç janë shtetet tjera. Pra ende kemi problemin themelor në mendjen time që nxënësi është klient dhe pacienti është klient. Pra kemi një sistem shëndetësor i cili synon t'i shndëroj pacientët në klient dhe kemi një sistem arsimor i cili në të cilin shkollimi privat e shef nxënësit si klient. Ndërkohë që në indikatorët e Bankës Botërore dhe Kombeve të Bashkuara ne jemi upper middle income country, domethënë jemi në vend me jo shumë i pasur, por një vend relativisht më i pasur se shumë shtetet të tjera. Dhe jemi në një fazë ku Kosova në vitin 2031 mund të ketë aq popullat sa ka pasur dikon mes vitit 1970 e 1981, pra me 2031 mund të kemi dikun 1.3 milion, 1.4 milion banor me këto trende demografike. Përse nuk identifikohet ky problem? Sa kem qenë gap, kogja shumë e kem prek çështjen e migracionit, për shkak se deri tashni ja kem pa hajrin qoftë remitencave që vijnë prej diasporës. Po tash ka kalu në atë stad ku shumë sektor, ndërtimtaria, gastronomia, janë duke i pa, dhe i dikon edhe mjekësia, janë duke i vrejt efektet negative të migracionit. Na shkreq ka do të më shpresu na është sa ma shpejt, jo në kohë zgjatje sa ka ndodhur në Poloni edhe në Irlandën në Irlandë, që kjo diasport kthehet do të kontribuojë në vend, për shkak se atje tash në bazë këtë e vërteton edhe Paul Collier, një ekonomist i Bankës Botërore, që thotë që njerëzit votojnë me kamp, në momentin që nuk munden me ndryshu gjendjen në vend, ata votojnë duke ikë edhe të shku me një sistem tjetër. Edhe në shumicën e rasteve emigrant, jo vetëm nga Kosova, por nga të gjitha vendet, janë shumë të suksesshëm se vendorët, për shkak se ata që ikin të partë janë ata që vetëm se shohin që ka probleme dhe munden me bë më shumë se sa që janë sistemi ku jetojnë. Edhe ata bëjnë më shumë në vendet ku emigrojnë, edhe këtë del pastaj tek sistemi. Domethënë nuk është tek njeriu, po është sistemi se si e përdore apo si ja jep mundësitë atyre njerëzve. Çka ka bë Polonia dhe Irlanda, çka kanë bë që të bëhet kthesa?
Irlanda ka përfitu kogja shumë prej diasporës në Amerikë, ku pastaj edhe ata irlandezë të parë që kanë emigruar dhe janë fut në politikë, kanë ndiku Po, por ka qenë një vendim politik Po. në Irlandë. Po, që të përdu me thonë që ata e kanë po hajrin më shumë senatorëve edhe kongresistëve cilët i kanë obligu firmat mëdha si Google, Apple me u kthy edhe me investu në Irlandë. Kurse te Polonia kthimi ka ndodhur i natyrshëm për shkak se Polonia ka mbri atë zhvillim të barabartë me vendet e Bashkimit Evropian, dhe ata janë kthy, e cilët kanë përfituar pastaj përvoja në Gjermani, Angli dhe vende tjera, dhe tash punojnë në Poloni. Për shkak se Polonia edhe në bazë pozitës gjeografike e përmend goxha mirë Roqer Sharma, cilat janë ato vende që vetë pozita gjeografike i favorizon sa i përket zhvillimit ekonomik. Një ndërto është edhe Polonia dhe Meksika për shkak të afërsisë që kanë me Gjermaninë, Amerikën. Po, edhe Amerikën në rastin e Meksikës. Po në Poloni tash ke ndoshta një prej vendeve që ka bumin më të madh sa i përket startups edhe teknologjisë së informacionit, edhe rritje të rrogave. E këtë i dashur me shpresu edhe ne. Po kjo nuk bëhet me politika të tilla që i kena pa ndaj tash, edhe pse qeverit gjithë mburren me rritjen e investimeve kapitale, por këtë kontributi që vjen prej diasporës është blerja e patundshmërive. Edhe ato patundshmëri pastaj e ngritin çmimin për neve këtu, ku nuk mundemi me konkuru me ato çmime dhe ne vazhdojmë me nejt në banesa me qira, përderisa 180.000 prona, siç e tha dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës në raportin e fundit, janë të pabanuar për shkak se diaspora ka atë logjikë që ne t'jenë që atë. Edhe pse atje ku jetojnë mbi 70% e diasporës në Gjermani dhe në Zvicër, jetojnë me qira, por tradita jonë në kërkon që me pas edhe një shtëpi të ndë ndikun. E përmend edhe shtetin social, po menoj nëse e shikon ndarjet buxhetore, dikush mundet me thonë që Kosova që ka një prej shteteve më të mëdha sociale për shkak se japën mbi 700 milionë euro në vjet transfere sociale, qoftë për kategoritë e luftës, pensioner, ish burgosur politik, ata që kanë nevojë për ndihmë sociale. Por kjo ndihmë shumë është dhe farë ndihme patriotike, duke mos mund me ju bë zgjidhje atyre që kanë kontribuar gjatë viteve të 90 ose edhe më herët, ja kanë dhënë një pension. Edhe aty mundet me marrë pension edhe dikush që ka biznes, për shkak se ajo nuk i përjashton ata. Po në anën tjetër, ata që tamam kanë nevojë, skema e ndihmës sociale është shumë e ulët, edhe ka mbetur se e ngrirë për shumë vjet, nuk po zgjerohet më shumë me Unë përdora shtetin social në kuptimin e Bismarckut, domethënë ideja e shtetit social lind kur Bismarcku, i cili ishte krejtësisht i politikave djathta në Gjermani, mendoj se mënyra më e mirë e parandalimit të ardhjes së forcave të majta revolucionare e tjera do të ishte që t'i krijoj bazat e mira për mbrojtje sociale, mbrojtje shëndetësore të qytetarëve të vet, dhe sigurimin e shkollimit të barabartë për qytetarët të vet. Dhe kjo pastaj u shndrua në terminologjinë angleze në welfare state, që është një koncept i cili është ndërtuar në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Ne nuk e kemi mbrit ende atë stad, pra nuk flasim për mbrojtje sociale si mbrojtje shëndetësore, mbrojtje të sigurimit, një sistem të sigurimit pensionar, nuk flasim për të drejta në shkollim, drejta cilësore në shkollim, thonë jo drejta vetëm të regjistrimit. Dhe ky është problemi i mosarritjes së shtetësisë së Kosovës. Është një raport i Bankës Botërore me njerë mas luftës që thotë nëse targetohen gjithë varfërit, do të mjaftonin 80 milion marka në atë kohë për me nxjerrë krejt njerëz të Kosovës prej varfërisë. Me të njëjtën logjik, duke marrë parasysh dhënat për varfërinë dhe varfërinë ekstreme, ne nga patëm llogarit sa i dohën Kosovës për me nxjerrë këta 17% që janë në varfëri. Edhe me këto 700 milion do të mjaftonte që nëse targetohen mirë, asnjë i varfër të mos mbetej në Kosovë. Tash shpesh jam keq kuptuar, kam thënë që nuk do duhej mi u dhon pensione arsimtarëve viteve të 90-ta, ish burgosurve politik, kategorive dala nga lufta, për shkak se e redukton kontributin e tyre në një rrogë mujore që nuk do duhej, për shkak se askush nuk do të shkonte burg për atë rrogë.
Por nëse dikush do të ishte në gjendje tranziciale, është më mirë me dhon 700 euro, 800 euro në muaj, po ajo ndihmë me qenë do me thonë se që ai mos me merr pastaj prap në varfëri, në vend se me qenë e kundërta që nëse ke qenë luftë e merr automatikisht. Po mendoj këtë reformë nuk po guxon asnjë prej qeverive me ndërmarr për shkak të lobit të fortë të kategorive dalëra nga lufta, por kjo do të ishte shumë profitabile edhe për ata. E përmendë edhe në diskutimin paraprak sa i përket zhvillimit edhe zhvillimit pa kontrollum. Një për arsyeve pse kemi filluar Atlas Institute edhe është një farë disi që ja kena bo Ayn Rand, për shkak se unë kam lexuar goxha shumë Ayn Rand të Atlas Shrugged apo përkthyer shqip është Revolta e Atlasit. Edhe aty e kanë komplet burimin libertarian, që mendojnë që nuk duhet aktiviteti ekonomik fare me kontrollu për shkak se vetë kontrollohet prej tregut. Dhe kjo logjik ka pru pastaj edhe këto eksternalitete që ne i vuajmë. Për shembull, qoftë prodhimi i qymyrit, qoftë veturat që hyjnë këtu, qoftë aktiviteti i kurthizve dhe industrisë tjetër. Dhe ideja është që po zhvillimi ekonomik është shumë i mirë, edhe pa natyrisht atë po synojmë, por do duhet i kishte parasysh edhe këto eksternalitete që na pengojnë në jetën tonë të përditshme. Tash po jemi të lidhur unë dhe ti gati në një rrëfim të njëjtë, është rrëfimi të cilën unë kam filluar si gazetar para 40 vjeç. Pra narracioni në Kosovë nuk po ndryshon. Jemi të i trajtuar të njëjtat probleme, do të jenë zhvillimin ekonomik, çka duhet me investu në infrastrukturë. Problemi sillet të jetë i njëjtë, do të thonë jemi të folë për obiliqin, për termocentralet, të cilat janë ndërtuara në kohë socializmit, një pjesë në Kosova A me teknologji të Gjermanisë lindore, imagjino, dhe Kosova B me teknologji të përzierë, mas të madhe franceze dhe amerikane. Por kjo ka ndodhur në vitin 82-3, më duket, Kosova B. Ndërkohë, krejtësisht bota ka ndryshuar në formë fundamentale. Një pyetje e cila i bë ChatGPT-s kur do të luajmë Barcelona sonte, ku mund ta blej biletën më të lirë për Zürich. Ajo pyetje në ChatGPT shpenzon 20 minuta të një poçi elektrik. Do të thonë aq energji shpenzon. Në fund të këtij 10 vjeçi, inteligjenca artificiale do shpenzoj dikun 8% të energjisë botërore, energjisë elektrike botërore. E ne jemi ende duke folë për termocentralin Kosova A dhe Kosova B. Si do ta bëjmë tranzicionin? Sepse kjo është problemi thelbësor i këtij vendi. Si ta bësh tranzicionin drejt energjisë më produktive, të themi ashtu, edhe duke ruajtur ambientin, kur energjia jote varet në mas të madhe 90% gati me prodhimin e qymyrit. Vendet e pazhvilluara kanë një avantazh, prej shumë disavantazheve kanë disa avantazhe ndaj vendeve të zhvilluara. Një ndër to është që kur të hyjnë teknologjia e re, je në pozicion shumë më të mirë për me adaptu prej fillimit se sa me shku edhe me i përdor gjitha teknologjitë cilat i kanë përdor vendet e zhvilluara. Një shembull, kur Estonia ka dalë prej Bashkimit Sovjetik, kanë pas plane për me vendos linja telefonike, për shkak se nuk kanë pas as telefon. Edhe Finlanda në atë kohë ka qenë në proces të ndrrimit prej telefonisë analoge në digitale dhe ka thonë në Estoni që ta fali komplet rrjetin. Estonia ka thonë që nëse pas disa viteve më duhet me dalë prapë digitale, pse mos me fillu prej fillimit. Edhe tash ne kemi pikërisht për shkak se kohën e pazhvilluar. Tash Estonia ka fillu procesin e digitalizimit mbar edhe prej fillimit, dhe tash është një prej vendeve më të digitalizuar. Krejt e marrin shembull Estonian sa i përket e-qeverisjes edhe shërbimeve tjera digjitale. Njëjtë në Afrikë, për shkak se kur s'kan pas landline apo vija telefonike tradicionale, në momentin që ka hyrë telefonia mobile, ata kanë kalu drejt në telefoni mobile dhe është një prej kontinenteve që është zhvilluar më shumti. Vendet që nuk kanë pas sistem tradicional bankar kanë kalu shumë shpejt, shumë më lehtë e më shpejt në pagesa përmes telefonave mobil, krahasim me vende tjera të cilat e reziston edhe ajo e vjetra. Do të thonë edhe ne jena në çat pozicion. E tash shyshe zgjedh kjo punë e qymyrit. Jena në çat pozicion në vend se ne me ndërtuar një termocentral të ri apo me marr termocentrale me gaz,
është shumë projekt i mirë ky i MCC-s për vendosjen e baterisë, edhe cila nuk e zgjidh gjithë problemin, po tregon që kjo është me qenë logjika se si të kalohet në këtë tranzicion energjetik, për shkak se Kosova është një prej vendeve me intensitetin më të madh të karbonit, do të thonë përmendëm mbi 90% e energjisë që përdoret prej qymyrit, asnjë vend tjetër nuk e ka në Evropë. Edhe kjo neve do na kushtoj shumë më shumë. Po në raporti i Bankës Botërore që publikuar në nëntor të vitit të kaluar tregon që kostoja për me bë këtë tranzicion është shumë më e vogël se sa efektet e dëmshme nëse nuk bëjmë asgjë. Do të thonë, ata kanë llogaritë që një kosto e kalimit krejt në net zero emissions deri në 2050 apo emitimet zero të karbonit është 2.8 miliard dollar, kurse nëse nuk bëjmë asgjë, kostoja është 4.7 miliard dollar. Shkak se edhe taksat e karbonit. shkak se edhe bizneset edhe nëse qytetarët nëse nuk ndërmarrim asgjë, kemi me pagu më shumë çmimin e energjisë në të ardhmen për shkak të taksës së karbonit. Por Pa i llogaritur këto dhe dëmet shëndetësore që vetëm i kemi. Po kjo është një projekcion në të cilin krejt bota angazhohet për New Green Deal. Por tash jetojmë në botë tjetër gjeopolitike, në të cilën jo domosdoshmërisht gjitha shtetet, edhe shtetet evropiane po pauzojnë edhe një pjesë të mjeteve për transformim po i qesin në mbrojtje. Kështu që problemi i qymyrit do të mbetet. Ose se gjithmonë del një teknologji e cila pastaj komplet planet, si tash Evropa e përmend në mirë është deri në vitin 2050 është Green Agenda ose New Green Deal. New Green Deal që parashet që deri në vitin 2050 Evropa me qenë kontinenti i parë dhe i vetëm që ka zero lirime të karbonit, e kjo përfshin edhe Ballkanin perëndimor. Shkak se frika ka qenë që nëse e bëjnë vetëm në kuadër të Unionit Evropian, bizneset prej Gjermanisë, vendeve tjera mundin me marrë në Ballkan, pastaj eksportojnë lirisht pa këto taksa në Evropë, po pikërisht për me ikë kësajna është futur edhe Ballkani dhe vende tjera që bizneset që operojnë në Evropë mos me pas incentiva me dalë jashtë Evropës për me prodhu. Por tash është një teknologji e cila do të marrë edhe 7-8 vite ose edhe më shumë që të provohet në masë të madhe. Është reaktorët e vogël bërthamor, reaktorët e vogël shtëpiak me bazë energjinë atomike, cilat e ndron vetëm se ka filluar të shes për multimilioner për shkak se është shumë e kushtueshme, por në momentin që bëhet masovizohet çmimi i saj bie. Shumica e kompanive që përmendet e IT-s, Apple, OpenAI e këto janë duke synu që këto serverat e tyre të i furnizojnë përmes energjisë atomike bërthamore. Jo ato stacionet bërthamore që kem dëgjuar më herët që kanë qenë në Bullgari, në Francë e vende tjera, por small nuclear reactors apo reaktor të vogël nuklear, cilët janë të përshtatshëm për bizneset mëdha, shtëpi apo institucione tjera. Po. Por kjo nuk e zgjidh problemin e qymyrit sot. Domethënë jemi edhe pika në cilën po duam me mbret është kjo. Vetëm nëse mund të më ndërprer, e përmendet se tash 25 vjet folet për Kosovën A, Kosovën B. 14 po s'paku prej pas luftës. S'paku në kur i mbrit. Folet për Kosovën A, Kosovën B, po nëse do të investojë në eficiencë të energjisë, nuk do të kishim fare nevojë ndoshta për njërin prej termocentraleve, për shkak se prap Kosova ka intensitetin më të lartë të përdorimit të energjisë, domethënë ne konsumojmë më shumë energji për me ngrohë hapësirat tona të banimit, të cilat nuk janë të izoluar mirë, ngrohen me dru ose me rrym. Tash tonat më të fundit të agjencisë statistikave tregojnë që shumica e njësive të banimit, sidomos në zona urbane, përdorin rrymën për ngrohje. Nëse do të investojë shumë në eficiencë të energjisë, në krijimin e qendrave apo sikur termokoseve të tjera në qytete të tjera, përdorimi i energjisë do të ishte shumë më i vogël. Në anën tjetër neve na rritet çmimi i energjisë për çdo vit, pikërisht për shkak se kontrata që është nënshkruar me privatizuesin e rrjetit të energjisë nuk respektohet që humbjet vjetore të reduktohen për 3%, por bordet e ZRE-s gjithmonë ja kanë leju me pas loopholes apo mundësi për me ikë këtij obligimi kompania që ka bler rrjetin. Unë nuk dyshoj që do të ketë rritje të çmimeve sepse do të ketë, siç thash edhe më herët, do thonë do të ketë kërkesë më të madhe për energji elektrike, posaçërisht për shkak të rritjes
inteligjencës artificiale. Tregjet botërore nuk do të kenë prodhim të mjaftueshëm për të energjisë për të mbush ato nevoja dhe do të ketë një deficit I cili patjetër e rrit çmimin e energjisë elektrike. Po aty ku deshta ta problematizoj qëndrimin tanë edhe timin edhe gjithë një tjerëve, kur themi që teknologjitë e reja do t'i zgjidhin problemet e vjetra. Për të apliku teknologjitë të reja, duhet kesh njohuri të reja. Dhe si mund të aplikoj teknologji të re, për shembull në inteligjencë artificiale, si mund të përdorim ChatGPT-n nëse 70% e nxënësve, gati 80% e nxënësve tonë nuk e kuptojnë tekstin të cilin e lexojnë. Tjetra ne mburremi me shtrirje më të lartë të internetit, sa I përket cep Kosovës, më shumë se vendet e Evropës, por kur e shikojmë për çka e përdorim ato është kryesisht për me bisedu me mërgatën që e kemi jashtë apo me nejtë në media sociale, por jo tamam për benefitet që të sjell lidhja me internetin, edhe kjo është problemi kryesor, shkak se për shumë vende inteligjenca artificiale është ka shihet si mundësi, ne nëse nuk e nxojmë hapin mundna me mbet shumë keq se sa që jemi. Për shkak se automatizimi vetëm se ka fillu me I prek shumë vende, për shkak se përpara është incentiva pse një biznes prej Amerikës ose Evropës ka hap një fabrikë në Afrikë apo në vendin aziatik ose në Ballkan, është për shkak të fuqisë lirë punëtore. Për tash automatizimi ka me I zaventu pikërisht ato shkatësi të këtyre punëtorëve, edhe pastaj ata nuk kanë asnjë incentiv për me hap biznese në këto vende për shkak se kanë shumë më lirë nëse I automatizojnë proceset e punës se sa të hapin fabrika në vendet e varfra ku fuqia punëtore është e vogël. Andaj ne e kemi rrezikun jo që të rrisim investimet e huaja direkte, po të bien edhe më shumë për shkak të automatizimit. Tjetra është ne mënyra se si funksionojnë shkollat tona, hala garant është science fiction për shkollat tona që është ChatGPT-ja, edhe pse lexoja memoaret e themeluesit të Khan Academy janë të parë që kanë përdor ChatGPT në proces të mësimit, po duke ndryshuar, jo duke e lënë kështu si është, për shkak se në atë formë mësimdhënësit munden me monitoru nxënësit se ku po kanë probleme me nxënje dhe pastaj fokusohen më shumë aty. Cili nxënës ka më shumë probleme, edhe jo sikur në formën aktuale ku ChatGPT ta jap një përgjigje, dhe ajo problemi kryesor që po shihet për njerëzve të teknologjisë informacionit. Se deri tash te Google e ke pyet diçka, po I ke pas me mira përgjigje, pastaj të ka mbet ty me zgjedhën ose me formulu përgjigjen, kurse në rastin e ChatGPT është këto e përmendim Mo Gavdat që ka qenë një prej inxhinierëve të parë të Google për inteligjencën artificiale. Ta ChatGPT ta jep vetëm një përgjigje dhe thotë kjo është e vërtetë absolute, diçka që po shihet si rrezik. Andaj Khan Academy ka bënë një ndryshim ku për çdo pyetje që bëjnë nxënësit, në vend të përgjigjeve ju jep disa hints apo disa instruksione se si ku të vinte përgjigja kryesore. Ne jemi shumë larg edhe pse kem pas një mundësi që gjatë Covidit, kur kaloi sistemi online, që të punohet shumë më shumë në atë aspekt, edhe në gjitha shkollat të lidhen qoftë me teknologjinë e informacionit, me internet, ashtu kështu janë të lidhura, por çfarë të vyn interneti nëpër shkolla, kur shumica ende janë me stufa druve ku ngrohen. Ne I publikum danat e fundit se me çfarë ngrohen shkollat, edhe del që mbi 600 shkolla në vitin 2016 kur janë mbledh danat e fundit janë ende me stufa nëpër shkolla. Ka me të funksionu projektori kur ti nuk mundesh nështë me pa prej timit që e çon stufa mbrana klasës. Kjo nështë është hyrje e mirë për pjesën tjetër ku të përpiqemi të gjejmë zgjidhje. Problemi të cilën e kanë identifikuar Acemoglu, Robinson e të tjerët është që burimet e zhvillimit, gjithsesi burimet e mos zhvillimit qëndrojnë qeverisje. Nuk është në agjend shumë, po ata e kanë elaboruar në formë shumë të mirë, natyra e shoqërive ku ka më shumë pjesëmarrje gjen edhe më shumë zgjidhje, demokracia gjen më shumë zgjidhje. Por po kthehem te libri tjetër të cilën ti ma rekomandove, kjo është e Bjorn Lomborg, Best Things First, edhe ku përmendet, domethënë ku me konsensusin e Kopenhagës,
përpiqet të gjejnë gjërat, zgjidhjet në përbot të cilat bëjnë transformimin më të madh. Dhe ajo që më la përshtypje më shumë ti është koncepti i librit, i gjithsesht i konsensusit të Kopenhagës, është që nuk mund të zgjidhësh gjitha problemet. Domethënë mund të identifikosh gjitha problemet, por duhet të kondenzosh problemet në mënyrë që të zgjidhë. Ata i kanë zgjedhë 12, të cilat i transformojnë vendet e varfra, disa prej atyre s'na kryjnë punë, por njëra prej tyre më la shumë përshtypje është arsimi. Dhe analiza e arsimit na bie te atë që është modeli i indonezian, i cili tregon se si vetëm investimi nuk kryen punë. Në Indonezi, qeveria në fillim të këtij shekulli vendosi që 10% nga buxheti të shkojë për arsim, dhe shkojnë në mënyrë ekstenzive, hapi shkolla, futi fëmijë në shkollë. Pastaj e ndryshoi kushtetutën e vendit dhe vendosi që 20% e buxhetit shkojë për shkollim, ishte një akt revolucionar, por gjitha analizat që nga atëherë deri më sot tregon se arsimi nuk u zhvillua. Përmbajtja e arsimit. Fëmijët nuk dolën më të edukuar, më të arsimuar se sa që kishin hyrë para se të investojnë 20% i buxhetit. Dhe këtu pastaj hyn modelet e shteteve tjera, të cilat gjetën forma përdorimi i tableteve, koncentrimi i fëmijëve sipas njohurive, jo sipas moshës së pjesëmarrjes në sipas klasëve në shkollë. A jemi na ndoshta, duke lexuar këtë libër isha duke menduar se për 25 vjet të lirisë në Kosovë nuk kemi pas një përqendrim të politikave që do të thotë hajde cilat janë 3 problemet të cilat do t'i zgjidhshim. Po të ishe konsulent i qeverisë ardhshme, cila do që të jetë ajo qeveri e formuar nga këto zgjedhje, qeverisë Kosovës, ose edhe më mirë, po të ishim mbledh gjitha partitë bashkë të formonin një koalicion e zgjidhnin ty konsulent. Thonë agron, tregona 3 apo 5 gjërat se cilat janë ato fundamentale të cilat do t'i zgjidhim, çka do të zgjidhje ti? Nëse mund të kthehem shkurt te Acemoglu dhe Robinson, nuk e kam lexuar në librin e fundit Power and Progress, po dy të parat e vendosin fokusin sidomos te Why Nations Fail, apo pse kombet dështojnë tek institucionet qeverisë. Edhe komplet ideja është që kur nuk ki resurse, bosh i resursshëm, ose kapitali njerëzor është kryesori për me zhvillu një vend, qoftë sa i përket demokracisë, qoftë zhvillimit ekonomik. Edhe ne nuk kem investu në kapitalin njerëzor, edhe gjitha problemet që ne i hasim sot, vijnë pikërisht prej mos investimit në kapitalin njerëzor ose në edukim. Tash nuk kam shpresë që nëse fillohet sot një reformë më mirë ka me dhonë rezultate në 5-6 vjet e ardhshme. Për shkak se sipas Ruqer Sharmas vjen dikon 17 vjet që reformat në arsim me dhon efektin në shoqëri dhe në ekonomi. Për shkak se llogaritet që gjenerata e parë vetëm se fillon të hyjë në tregun e punës, por do duhet t'ja fillonim diku. Edhe ajo që ka bërë konsensusi i Kopenhagës është që i ka identifikuar për çdo dollar të investuar me një problem, ku është kthimi më i madh. Edhe ata kanë zbuluar që edukimi ka dhe gjëra tjera si tuberkulozi edhe sëmundje tjera ngjitse kur ne për fat të mirë kemi te kalu. Po edukimi edhe e prokurimi elektronik, të cilat kishin me qenë të domosdoshme për Kosovën, e kanë kthimin më të lartë në investim. Edhe mënyra se si ne kemi trajtuar reformat në arsim apo investimet në arsim është më shumë e ndërtimit të infrastrukturës, diçka që është dashur me bëni një ministri që merret me ndërtim të infrastrukturës, domethënë kena investuar shumë në shkolla, në pajisje për ato shkolla, kemi rrit rrogat e mësuesve, por nëse shikon rezultatin në PISA për fëmijët kanë mbetur se në nivelin e njëjtë. Tash dikon është problemi, nuk është se të njëjtën e thotë edhe Ken Robinson në prezantimin e tij që ka të famshëm në TED,
ti mundesh me një mësues të mirë, mundesh nxënësit me mësu edhe me një fush, për shkak se elementi kryesor pse e përparon mësimi është që mësuesi duhet të jenë të përgatitur. Nuk luan asnjë rol ambienti shkollor apo gjëra tjera. Edhe ne do duhet që të investonim kogja shumë në përgatitjen e mësimdhënësve, qoftë ndoshta duke e fokusuar në mësimin apo në edukimin më afat shkurt përmes kurseve të cilat vetëm se i ofrojnë kompanitë e teknologjisë të informacionit për nevojat veta, për shkak se ata nuk munden me marrë prej fakultetit teknik apo prej shkollave të mesme forcë të kualifikuar punëtore, por i përgatitjen vetë dhe kjo ju krijon kosto shtesë. Domethënë, më kthyet ajo pyetja e fundit se cilat do të ishin rekomandimet e mia, edhe pse këto është i parë e dini edhe jo për shkak se edhe unë kam qenë pjesë për një kohë shumë të shkurt e konsulentëve të jashtëm të paguar prej qeverisë norvegjeze për institucione. Edhe kam qëndruar të 3 muaj pa vetë kushi asgjë, edhe jam largu, por nëse do të duhej të kishte një konsensus politik se cilat probleme të targetohen më së pari, ato që do të jetë edukimi, tranzicioni energjetik, për shkak se me tranzicionin energjetik do të ketë edhe efekte tjera anësore ku përgatitet forca punëtore, përgatiten bizneset për një treg të ri e gjitha me radhë. Nuk di nëse do të kisha mujt me i gjetë 5, po janë këto dyja cilat kishin me pas efekte ose trickle effects në ekonomi, edukimi dhe tranzicioni energjetik, duke përfshi edhe mënyrën e transportit. Edhe i treti do të ishte rrjedhimisht mbrojtja e ambientit, natyrisht, si pjesë e energjia që ndiku kogja shumë, po një guvernator i një qytetit në Amerikën Latine e ka thënë, tash nuk e di për cili qytet, po njerëzit në një vendi nuk janë të pasur kur kanë gjithë vetura, por kur e përdorin transportin publik. Edhe ne gjithë mendojmë se si me pas veturat më të reja dhe më të mira në rrugët edhe në hapësirat ku nuk mundemi me hy me to. Të sfundmi e pash një projekt, një konsulent i Gjerman i cili është ofru komunës së Prishtinës, një projekt fascinues, cilët e kanë analizuar që qyteti i Prishtinës mënyra se është e ndërtuar nuk ka mundësi për me pas transport nëntoksor apo zgjerrim të rrugëve, por zgjidhja më e lehtë kishte qenë një monorail apo një tren i cili lëviz mbi rrugët kryesore të qytetit dhe kosti i tij është diku 25 deri 30 milion euro për kilometër. Diçka neve që na ka kushtuar një autostradë për Shqipërinë 1 miliard, do të zgjidhej problemi i transportit në qytetin e Prishtinës me 1 miliard të atij projekti. Tash ne mundem me debatuar është i mirë apo i keq, por problemi është që ai tash e disa muaj nuk mundet me marr prej asnjë zyrtar të Komunës së Prishtinës një përgjigje nëse ata janë të interesuar për këtë projekt që të shkojë për financim të banka botërore dhe institucione tjera apo jo. Dhe kjo problemi që e kemi ne që gjithkusht thotë ide e mirë ka përshkruaj me idenë që ti nuk i më shkru e kur ta përgatish tani nuk din çka më bëj me. Nëse ti ke lexuar shumicën e platformave në këto 25 vitet e fundit, projekteve të ndryshme që kanë ardhur, qoftë nga konsulentët, nga bankat, nga partitë politike, a ekziston konsenzus kosovar nga këto dokumente se si tecet përpara? Jo, po mendoj ne e përmend edhe tranzicionin energjetik, gjitha strategjitë e energjisë asnjëherë nuk e zgjedhin një opsion të mirë, i lojnë ka 3 opsione hapun, me renovu Kosovën A, me mbyll Kosovën B, me ndërtu një termocentral të ri, edhe kjo mos konsensus pastaj i lën mundësi konsulentëve të huaj apo dhe qeverive të huaja me ardhmë ta propozuar ty zgjidhjen, shkak se e shohin që ti nuk e zgjidhe. Njëjti rast ka qenë me rastin e Bill Finger, kur ish kryeministri atëhershëm Sa Mustafa kërkonte ndihmën gjermane për zhvillim Kosovë dhe ja ofroi një opsion për ndërtimin e një termocentrali të ri prej kompanisë Bill Finger gjermane. Pastaj këta vetëm se kishin zotime me qeverinë amerikane me USAID për të ndërtuar një termocentral të ri, edhe e lën edhe qeverinë cila është e gatshme me ndihmu, nuk mundesh me dhënë një përgjigje për shkak se ti nuk i ke përgjigjet tua se ku e shef zhvillimin tënd ekonomik. Dhe kjo mungesë e konsensusit apo identifikimit të pikave të forta ku ne i kemi,
na ka bërë që të jemi në këtë gjendje. Nuk di nëse është e vërtetë ose jo, po ju keni qenë pjesë e negociatave edhe takimeve përgatitore në Pocanteko para se të shpallej pavarësia e Kosovës. Dikush e ka përmend që Madeleine Albright i ka këshillu lider të Kosovës që gjeni një pikë qoftë edhe nëse jeni të mirë me prodhu limonada, s'po ku jeni prodhuesit pa të mirë të limonadave në botë. Nuk di nëse është e vërtetë, po përmendi se do duhet kjo logjik na ndjekë që nga shpallja e pavarësisë që të identifikojmë atë nishë ku ne jena më të mirë dhe pastaj njihemi në botë për atë. Ja, Ne mburremi me rinin, po tash kur na mburr mas 10 vjet, para 10 vjetë me rinin, ata vetëm nuk janë të ri. Nëse i shikon don atë ose nuk janë këtu. Ose nuk janë këtu në Gjermani. Fjalimi i Madeleine Albright ka qenë të cilën e ka përsërit në shumë raste dhe në shumë kontekste ka qenë kur ki limonada bëj limonadë. Është një thanje vjetër amerikane. Pra, në Kosovë, çka do që të kesh, bëno i mirë në ato çka ke, përdori resurset që i ke, përdori resurset në këtë rast, rinin, energjinë e tjera, mineralet e tjera. Problemi është që shumë konsulent ndërkombëtar janar për 3-4 javë kam prodhu një dokument të cili pastaj kam jetë nsertar. Më kujtohet Ashraf Ghani, ish presidenti i Afganistanit, cili ka ardhen pak para shpalljes pavarësisë, ka bërë një dokument në 17 faqe 20 se ku do duhet të fokusohesh institucionet e Kosovës, edhe kush nuk i ka marrë parasysh, po tani kur e shikon edhe fatin e tina se çka ndodhi në Afganistan. Aty problemi, domethënë është një avantazh i krejt kësaj bisede deri tashme dhe një disavantazh. Avantazhi është që s'kemi përmend asnjëherë asociacionin, problemet me Serbinë e tjera, pra jemi në një fazë ku po përpiqemi me identifiku problemet e brendshme sepse kemi të bëjmë me një projekcion zhvillimi të këtij shekulli faktikisht. Problemi i dytë është ajo thanje e vjetër amerikane që kur nuk din ka nis, çdo stacion është në rregull. Çdo stacion që zbret je mirë. Edhe problemi i mungesës së konsenzusit zhvillimor të Kosovës është problemi thelbësor të cilën pastaj njerëz si Axhemoglu, Robinson e tjera shndrojnë në një projekcion shumë të madh global. Ndoshta është koha që tash ky bashkëbisedim, se unë më shumë pyeta, të kalojmë tek ndoshta çka ty të intereson. Po mendoj isha i gëzuar kur dëgjova për pjesëmarrjen tonë në media mas një kohe shumë gjatë. Ndoshta pyetja e parë kish më qenë është një iniciativë e përkohshme, një cikël i debateve që ka me pas një fillim edhe fund, edhe pastaj vetoni nuk kena me pa në skenën publike, apo do të jetë një rikthim i juaj në skenën publike? Po në skenë publike unë jam gjithmonë shkruaj, domethënë nuk e kam ndërpre këtë pjesëmarrjen time si gazetar. Problemin të cilën unë e kam pa dhe mendoj se është problem akut i kësaj shoqërie, është degenerimi i debatit publik, i diskursit publik. Ai degenerim ka një burim të vetin, është shumë më i madh se sa vetë Kosova, domethënë është një degenerim i përgjithshëm publik. Një pjesë lidhet me rrjetet sociale, ku degenerimi është i ndërtuar si model biznesi. Pra nëse ti urren, urrejtja ka më shumë klikime se sa në mendim konstruktiv. Edhe kjo tash po përsëritet si model biznesi brenda shoqërisë tonë, por degenerimi i narracionit publik ka të bëjë po ashtu me varfërimin e nivelit arsimor, nivelit kulturor, nivelit të përgjithshëm, që është një proces. Procesi tjetër është që po kjo shoqëri din të gjeneroj po ashtu mendim pozitiv, kreativ, kemi artist, kemi krijues, kemi debatus, kemi njerëz që jetojnë jashtë të cilët janë kompetitiv në gjitha fushat në të cilat jetojnë jashtë. Pra, unë mendoj se në vend të ciklit të përhershëm dhe vetushqyes, të gjenerimit të urrejtjes që po bëhet
në disa prej studiove televizive mund të krijojmë një nivel debati I cili na përket neve. Është folë shumë gjatë se e ardhmja I takon si e ka para pa me vizionin e tij George Orwell në vitin 1984 ku ka me pas një dorë të fuqishme që kontrollon gjithçka. Apo e ardhmja I takon ato që ka parashiku Huxley me librin e tij Brave New World, se e ardhmja ka me qenën ku gjithkush ka me ndjek kënaqësinë përmes atyre pilulave soma, edhe askush nuk ka me ditë çfarë është konsensusi, po secili ka me interpretu botën sipas dëshirës së vet. E mendimin e juaj na ka shkojmë ka bota e Orwellit, ku dikush na kontrollon gjithçka edhe kemi një dorë të fuqishme, qoftë nështë atash me këto kompanitë e mëdha të teknologjisë, apo nga ajo Huxleyt ku folë gjithkush nuk pajtohen as me faktet, edhe gjithçka është për entertainment, po jo për informime, për edukim. Këto dyjat nuk janë në mos përputhje, domethënë të dy botrat mund të prodhohen. Pjesë e këtyre dy botrave jemi edhe ne sot, domethënë. Por nuk është çështje a do t'i kemi këto apo do të kemi diçka shumë më mirë, po sa do të jetë përpjestimi I ndikimit të këtyre botrave në jetën tonë. Analiza apokaliptike e inteligjencës artificiale, Yuval Noah Harari e ka, më thonë, me librin e tij me Nexus, ai zhvillon idenë e rrezikut që inteligjenca artificiale ta ndërtojë në një moment vullnetin e vet. Dhe ky do të ishte sepse inteligjenca artificiale nuk ka vullnet. Ideja e tij është që në momentin në këto makinat e mëdha do të mrinë në një moment kur do ta mësojnë edhe vullnetin, edhe do ta integrojnë vullnetin brenda vetes. Kjo është skenë apokaliptike. Para asaj, mendoj se njerëzit duhet merren me çështje më praktike. Për shembull, dominimi I rrjeteve sociale, dominimi negativ. Mos ta marrim për shembull Facebookun. Facebooku është përgjegjës është evidencuar, domethënë është konstatu që Facebooku ka qenë pjesëmarrës në gjenocidin e Rohingjave në Myanmar. Sepse ka pas, ku diun, 20 apo 30 kontrollues në gjuhën birmane dhe të Rohingjave, dhe niveli I urrejtjes, I mobilizimit të urrejtjes ka qenë nivel I mobilizimit ushtarak. Pra, ka fillu në Facebook ideja duhesh me vra musliman, edhe kjo ide është përhap për aq sa është ndërtuar në domethënë analiza më pastaj me edhe e brendshme e Facebookut, edhe e jashtme, ka konstatuar se ka pas probleme reale. Dhe se Facebooku është pjesëmarrës në këtë gjenocid. Tash Facebooku I ka heq këto sistemin e vetë kontrollit. Në bashkërenditje me administratën e re. Mungesa e kontrollit do të thotë e drejta për të shprehur urrejtje pa kurfar pengese, pa kurfar filtri etj. E që lidhet pastaj me atë që quajnë të drejtën e shprehjes, e që lidhet me vendimin strategjik I cili është bërë në fund të shekullit 20, në të cilën rrjetet sociale, mediat sociale janë trajtuar si telefoni. Pra, ata nuk mbajnë përgjegjësi. Fakti që ti mundesh me thonë duhet vrarë gjithë shqiptarët, nuk ka kurfar përgjegjësie juridike sepse konsiderohet si një bisedë mes dy njerëzve në telefon. Pra, rrjeti I telefonit nuk mban përgjegjësi për ato çka flasin dy njerëz. Është krejtësisht e kundërt, natyrisht me rolin se s'mundesh me qenë medie sociale e mos kesh përgjegjësi sociale. Dhe ky është problemi kryesor në këtë shekull faktikisht, në këto 25 vjet të këtij shekulli, është mungesa e përgjegjësisë sociale të rrjeteve sociale, që kulminon pastaj në një fazë të re në të cilën kemi hyrë, ku kemi dominim të patronëve të këtyre medjeve të reja, siç shihet me rastin e zotit Musk,
edhe zotit Zuckerberg në Facebook, të cilët marrin role politike. Kjo është një pjesë, do të thonë kemi hyrë në një fazë në të cilën do të ketë sfida reale për demokracinë perëndimore. Kjo është identifikuar tashmë në Bashkimin Evropian dhe kjo do të jetë pjesë e konfliktit politik mes Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në Bashkimin Evropian ekziston vëmendja e veçantë për përgjegjësinë sociale të rrjeteve sociale. Si themeluesi grupit Koha e përmende pak edhe degradimin e debatit publik edhe rënien e ndikimit të mediave, ose është përshtypja ime që mediat edhe shoqëria civile në vend se të forcoheshin me vite janë me një gjendje shumë më pak ndikim, sidomos shoqëria civile, por edhe mediat. Tash edhe pse në gjeneratës pak më të re, prap asun nuk po mri me u adaptu me këto ndryshimet që janë duke ndodhur qoftë shoqëri civile, qoftë në media, për shkak se edukimi im edhe juaj është me një vend demokratik, elemente thelbësore të një shoqërie janë mediat edhe shoqëria civile. Po tash e kemi Trump ku nuk ka asnjë konsiderat për grupet e shoqërisë civile, njëjtë kemi Elon Musk edhe këta ku qoftë ndihmat humanitare, qoftë funksionet e shoqërisë civile nuk i marrin parasysh. Dhe e fundit është si pronar i Washington Post, Jeff Bezos tash e dërgoi një email tek gjithë stafi ku i tregoi se çfarë opinione mundet me u publiku. Një prej gazetave që e ka rrëzu Nixon edhe ka pas ndikim të madh në historinë e demokracisë amerikane, tash është me një pozitë ku varet se çka publikohet ato që thot Jeff Bezos. Si po e shet ndryshimin, po mendoj a ka me pas njëri kthim, edhe kjo është një fazë kalimtare, apo jemi me një periudhë ku media tradicionale, që ka funksionu koha, që kena funksionu ne si shoqëri civile, janë të kaluarës edhe të duhet të përshtatme me diçka që ende nuk e dim si ka më zhvillu. Po njëna prej formave të përshtatjes është kjo. Do të thonë, për fat mirë mund të zhvillojmë një debat të tillë dhe të shfrytëzojmë rrjetet sociale për propagim të mëtej propagim. Për krijimin e mundësisë që ky debat të deportojë edhe më tutje. Tash algoritmet e Facebookut nuk do ta pëlqejnë këtë bisedë. Edhe shumë e thjesht me vra këtë bisedë, sepse nuk gjeneron urrëtie. Algoritmi i Facebookut është i ndërtuar me emocion negativ. Pra, sa më shumë emocion negativ që të prodhohet, aq më shumë klikim dhe regenerim të shikimit në të. Këtu nuk ke urrëtie, prandaj nuk do të ketë deportim të mjaftueshëm në Facebook. Por mjafton që të filloj hyrja në krijimi i hapësirave të reja për debati i cili nuk ka nevojë për bërtim, nuk ka nevojë për ofendim, nuk ka nevojë për sharje, ka nevojë për bashkëbisedim, ka nevojë për një qetësi shpirtërore fundit. Edhe në sfundmi e kam lexuar këto historia e mendimit politik shqiptar për me pa prej Pashkovasës deri tek Arship Pipa, historinë e mendimit politik. Diçka që mu më ka befasu për mirë është gjithë kanë qenë pro një shteti laik, një shoqëri demokratike, ku gratë kanë barazi me burrat, edhe një orientim nga perëndimi. Do të thonë, ne prej filleve të para të historisë së mendimit apo prej rilindjes deri tash e kemi një orientim të tillë. Pjesa e asaj është edhe kjo e Sami Frashit. Ka që kisha pe anës time veton? Të faleminderit shumë. E shpresoj e vazhdojmë këtë bisedë me një cikël vjeshtor. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty.